se e njohjeve kanë ardhur pikërisht si angazhim i Washingtonit në këtë aspekt. Vetë mos flasë për mbështetjen edhe financiare, në atë kohë edhe në aspekte të tjera, edhe ekonomike. Si duhet ti lexojmë, ndoshta këto zhvillimet e fundit sa i përket qasjes Donald Trump në konflikte edhe raporte të problematike mes shteteve, ta zëmë në luftën në Ukrainë, në luftën në Gaza, raportet e SBA-s me Kanadan dhe vendet të tjera, edhe me Evropën, kritika ndaj Bashkimit Evropian, a duhet ti kontekstualizojmë ndoshta dhe si të silemi ndaj këtyre zhvillimeve kur mendojmë për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë? Ne e dim që presidenti Trump ka treguar një pragmatizëm edhe në të kaluarën, por edhe tani ndonë se të papritura mund vinë edhe në të ardhmen, sepse në një farë mënyre ai është dëshmuar edhe si paparashikueshëm, por në disa gjëra, domethënë koha po jap gjithnjë me më shumë të drejtë, si për shembull kërkesa që Europa perëndimore, demokracitë perëndimore të kenë një ambrell të mbrojtjes të krijuar nga vetë ata, se ka ardhur koha që Europa të kujdeset për sigurinë e vet, se Amerika nuk mund të vazhdojë në pafund që të mbështesë Europën, të garantojë mbrojtjen e saj në një kohë kur ka probleme, domethënë, në këto raporte. Madje çështja e Ukrainës është diçka që po shohim dhe që, domethënë, një përpjekje që të arrihet fundi i kësaj lufte, edhe agresionit rus në Ukrainë, për të penguar zërimin dhe përkeqësimin e gjendjes sigurisë në tërë kontinentin. Tani do të shohemi se çfarë forme do të marrë ky proces, por është më mirë të ketë një proces me një fillim sa do të paqartë, se sa të mos ketë fare. Kur i ndjejmë këto dinamika, a duhet ta mendojmë ndoshta edhe procesin në cilin gjendemi ne si shtet në raport me Serbinë, që kur ti vjen koha, administrata amerikane mund ta jap edhe në raportin ton me Serbinë këtë lloj shtytje, këtë lloj politike? Tani duhet të pritur në fakt se çfarë do të ndodhë. Unë mendoj që procesi, ta them, i dialogut është në një rrugë pa krye, nëse s'mund të themi që ka dështuar plotësisht, dhe mendoj që ky mendim ndahet edhe nga përfaqësues të BE-s, se mirë ndonë se ata nuk japin një vlerësim të tillë, janë tepër të kujdesshëm,